Ajo që do të shihni është diçka e vërtet. Janë pamjet më të çuditshme në historinë njerëzore. Megjithëse ne mbetemi skeptik, disa ekspertë besojnë se këto janë pamjet e vërteta të qenieve jashtëtoksore. E vërtet apo jo? Kjo duket se është një autopsi. Disa prej pamjeve që do të shihni gjatë dokumentarit janë të tmerrshme. Qëndroni me ne ndërsa ngrem pyetjen. Autopsia e alienit, e vërtet apo trillim? Nuk duhet të shpikim alien. Nëse pamjet janë të mirëfillta, atëherë ato vërtetojnë ekzistencën e tyre. Ne kemi zbuluar se alienët po vinë në tokë. Babi thoshte se dukeshin si fëmijë 10 vjeçar. Ekzistojnë prova se ishte me të vërtet një mjet jashtëtoksor. Po shoh mëlqin nga djatha. Pastaj një masë që nuk e identifikoj dot më njëherë. Këto pamje nuk kanë asnjë ngjashmëri me trupat njerëzor që kam parë. In correlating this with any human body that I have seen. Duke si një trup i vërtet që po e hapni. Kjo është historia e mijëvjeçarit. Nëse pamjet janë të vërteta, atëherë rëndësia e tyre është shumë e madhe. Nëse janë trillim, atëherë duhet shpallur si një ndër trillimet më të mira të realizuara ndonjëherë nga një regjisor. Ky është aeroporti ushtarak i Roswellit në New Mexico. Gjatë luftës së dytë botërore këtu ishin dislokuar avionet bombardues 509. Avioni Enola Gay, që hodhi bombën atomike në Japoni, u ngrit që këtu. Njerëzit që jetonin këtu ishin mësuar me mbajtjen e sekreteve. Në verën e vitit 1947 pranë qytetit u përplas një objekt i madh. 48 vjet më pas, kjo ngjarje mbetet ende mister. Edicioni i lajmeve të 8 korrikut të vitit 1947. Një mjet fluturues i cili ra pranë bazës ushtarake është gjetur dhe ndodhet në duart e ushtrisë. Zyrtarët e ushtrisë thanë se preva e gjetur javën e kaluar është kontrolluar në Roswell të New Mexicos dhe është dërguar në Ohio për kontrolle të mëtejshme. I was called to headquarters. Më thirrën në qendër dhe më dhanë disa kopje të një deklarate për shtyp ku thuaj se ushtria kishte kapur një disk fluturues. Më thanë t'i dërgoja deklaratat tek mediat e lajmeve të jashtme, që ndodheshin atë kohë në qytet, si dhe tek radiostacionet dhe gazetat. Four news media we had in town at that time. We had 2 radio stations and 2 newspapers. Walter Houghty ishte njeriu i marrëdhënieve me publikun për bazën ajrore. Deklarata për shtyp që ai dorëzoi qarkulloi në radiostacione dhe gazeta në mbar vendin. Ky lajm ushqente kuriozitetin në një vendi ku muajt e fundit ishin parë me qindra diske fluturuese. Por kjo histori u mbyll po aq shpejt saq edhe u hap. Brenda 4 orësh generali Remy, komandanti i bazës ajrore, mori situatën në dorë duke nxjerrë një deklaratë tjetër ku thuhej se objekti nuk ishte disk fluturues. Të gjithë menduan se ishte një aerostat për motin. Mënyra e rafinuar me të cilën u trajtua kjo çështje thoshte se po, kemi një disk fluturues. Ndërkohë që pas pak doli generali, që natyrisht dinte më shumë dhe tha se ishte një model i ri aerostati për motin. Por banorët e Roswellit e dinin që kjo ishte e vërtetë. Imati ishte në grupin e shërbimit informativ në bazën ajrore të Roswellit dhe ishte detyrë e tij të shihte se çfarë kishte rënë pranë Roswellit. Kur erdhi në shtëpi ishte shumë i emocionuar. Na zgjoi nga gjumi mua dhe maman time, ishte ora 1 ose 2 e mëngjesit. Ai dëshironte që të shihnim se çfarë kishte sjell. Ishte një pjesë e diskut fluturues. E solli brenda dhe e hapi në dyshemën e kuzhinës tonë, ku e pam edhe ne. Mora një copë prej diskut të shkatëruar dhe e ngrita përballë dritës. Pash që drita pasqyroi edhe në sipërfaqen e brendshme të tij. Aty pash edhe shkrimin apo simbolet e shkruara mbi të. Më duken si hieroglife apo shkrimet atij lloji. Për mua ishte diçka krejtësisht aliene. This is hieroglyphics or some kind of writing like that. It certainly looked alien to me.
Këto pamje të xhiruara tregojnë pikërisht atë copë të kataloguar me kujdes dhe të nxjerrë në ekspozim. Ajo tregohet këtu për herë të parë. Copa në pamje është paksa ndryshe nga ajo që pashu në kuzhinë. Simbolet që pashun ishin shumë më të mëdha dhe madhësia e objektit ishte e ndryshme. Objekti që pashun ishte ndër më të rafinuarit, me gjatësi 30 cm. Objekti që jepet aty është më i madh se aq. Nëse këto pamje janë të vërteta, atëherë ky objekt duhet ketë ardhur nga ndonjë pjesë tjetër e objektit fluturues. Objekti që pashun dukej si diçka e dalë nga anët e diskut gjatë ndonjë shpërthimi të brendshëm. Duke si kur kishë ndodhur ndonjë shpërthim dhe kjo copë ishte shkëputur anash. Por më të rëndësishëm se objektet me simbolet e pakuptueshme ishin pjesët perimetrale. Ato duket se janë projektuar për qenie me 6 gishta në secilën dorë. Duke si një mekanizëm kontrolli. Ata ndoshta vendosnin duart në pjesët e gdhendura për këtë punë dhe të jepe ideja se e kontrollonin diskun vetëm duke kaluar mendimet mbi të. Duke menduar diçka e duke e përçuar idenë nëpërmjet kontaktit të duarve. Duket si një mekanizëm kontrolli shumë i pazakontë. Pasi studioi një libër mbi këtë incident, shkrimtari Kevin Randall zbuloi se copat e diskut fluturues ishin prekur nga më shumë njerëz se sa mendohej. Mund të kem folur me një 50 njerëz që ishin marrë me copa të ndryshme të diskut fluturues. Fakti më dramatik ishte se materiali shumë i lehtë i gjetur aty, sido që të palosej, mund të shpalosej vetë. U përpoqën ta diqnin, por nuk ja dolën. Materiali nuk merrte zjarr, kështu që nxorën biçakët, por nuk arritën ta prisnin. Frankie Roy, pas se Jati, shefi i zjarrfikseve të Roswellit dhe stafi i tij, luajtën me një copë të metalit të çuditshëm. Siç u thash, ata patën mundësi të luanin me të dhe pastaj e lanë mbi tavolinë. Zgjata dorën dhe e mora. E mbajta rreth 5 minuta. Kur e kishe në dorë nuk e ndjeje fare. Së dukej se kishte gjë aty dhe materiali zvogloi aq shumë sa duhej ta shihje në e kishe ende në dorë. Kur e lije mbi tavolinë, zgjerohej vetë mbi gjithë sipërfaqen e saj. Besoj se këtu përplas diçka nga hapësira, sepse endes kemi materiale që mund të krahasohen me përshkrimin e këtij materiali, të cilin e gjetëm në fush dhe e sollëm në qytet. The descriptions I've gotten of the material that was picked up out on the ranch and brought into town. Nëse kishte ndonjë dyshim mbi objektin që kishte rënë babai i Frankie Roy ndër të parët në vendngjarje, kishte parë provën më të fortë. Provën e gjallë. Daddy came in so excited and he said what they saw was not from this. Babi ishte shumë i emocionuar kur erdhi në shtëpi dhe tha: "Ajo që pam nuk është nga kjo botë. Jashtë diskut fluturues pam 2 trupa të shtrirë në tokë." Babi tha se kishte parë një njeri të vogël dhe ecte aty rreth rrotull dhe ai ishte gjallë. 2 të tjerët kishin vdekur dhe ai që ishte gjallë ishte shumë i dëshpëruar. I mat nuk emocionohej kot. Nuk ishte njeri që prekej lehtë dhe asnjëherë nuk e kisha parë si në atë çast. Ai tha se ajo ishte gjëja më fantastike në botë. And this is the most thrilled I'd ever seen him in my life. He thought that was the most fantastic thing in the world. Nëpërmjet intervistave të shumta me njerëzit e lidhur me incidentin e Roswellit, Kevin Randall kishte arritur të lidhte një varg ngjarjesh që nga çasti kur disku fluturues dhe trupat u gjetën. Provat më të forta që kemi nga disa dëshmitar okular tregojnë se mjeti fluturues dhe trupat u sollën në hangarin 84 të aeroportit të Roswellit dhe u mbajtën aty gjatë natës para se të transportoheshin. Nga dëshmitë okulare kuptojmë se trupat u vulosën brenda një arke të madhe druri që mbahej në qendër të hangarit. Mbulimi i qeverisë ishte brillant. Ata deklaruan se kishin një disk fluturues, por tashmë ai ishte në dorën e tyre. Për këtë arsye askush nuk shkoi të shihte në terren. Pastaj materialet u dërguan në Fort Worth në Ohio dhe shtabi superior del me një deklaratë ku thotë se u bë një gabim. Ishte thjesht një aerostat për parashikimin e motit. Shtypi nuk arrinte të gjente Jesse Marcelin sepse ai u dërgua në Fort Worth dhe u urdhërua të mos fliste.
U kthyem në vendin ku u gjetën veturinat dhe babai më thatë mos flisja me asnjë njeri për këtë gjë. Ishte sekret. Duhet sillesha sikur s'kish ndodhur asgjë. S'fola me njeri. Vite më pas ai më tha se ishte pjesë e mashtrimit, sepse mbështeti versionin e bazës, edhe pse e dinte se s'ishte e vërtet. Even though he knew full well that was not true. Ka provat forte që sugjerojnë se dikush po u bën depresion njerëzve që të mos flisnin dhe po përdoreshin të gjitha mjetet e nevojshme për t'u mbyllur gojën atyre. Për ushtarakët mjaftonte kërcënimi me burg, dhe ata e kuptonin situatën. Disa civilëve ju thanë në fund se nëse flisnin do të vriteshin. Në rastin e Frankie Royt, një zyrtar i ushtrisë erdhi për ta pyetur për metalin e çuditshëm që ajo kishte mbajtur në dorë. I said, yes, I did handle it. And he started emphasizing, no, you didn't. I thash se I kisha mbajtur në dorë atë metal dhe ai filloi të më bënte të ditur se unë se kisha prekur metalin. Mamaja ime ishte rrept dhe ne nuk gënjenim, ndaj unë këmbgula se I kisha parë dhe mbajtur metalin, por ai e ngriti zërin. One of those looks like a small baseball bat that hooks on the side of your belt, and she took that out and Ai kishte një shkop bejsbolli të vogël që e mbante të varur te ripi. E nxori dhe e përplaste shkopin në dorë sa herë thoshte diçka. Ai tha: "Duhet ta kuptosh se ti nuk isha atje. Nuk pe asgjë, nuk dëgjove asgjë dhe nëse nuk e kupton këtë gjë, mund të merremi vesh ndryshe." And he said, if you can't understand this, there are things that we can do. Mund të çojmë në mes të shkretëtirës së madhe, këtu afër dhe asnjëri s'ka për ta ditur se ç'ndodhi me ty. Më tha, do të lë të gjallë vetëm nëse më premton se nuk do të flasësh më për këtë gjë sa të jesh gjallë. I thash që s'do të flisja. So I told him I wouldn't. Banorët e Roswellit nuk folën për ata që panë. Në masat e forta sigurie gjithçka u ngarkua në avion dhe të gjithë besuan se u dërguan në Dayton të Ohio's. Thuhet se trupat u dërguan diku tjetër. Qeveria amerikane donte që kjo histori të harrojë dhe për dekada maskimi I saj ishte I suksesshëm. Por ajo që mund të konsiderohet prova më e rëndësishme I shpëtoi këtij mbulimi. Somehow escape detection. Këtu në shkretëtirën pranë Roswellit mendohet se 50 vjet më parë ra në tokë një objekt. A ishte disk fluturues? A kishte alien brenda tij? Apo ishte thjesht një aerostat siç pretendonte ushtria? Njerëzit vinë këtu, u kërkojnë ndonjë të dhënë, por provat për rënien alienëve nuk erdhen që këtu. Ata u zbuluan në anën tjetër të botës. Një autopsi aliene do të jetë gjithmonë diçka e debatueshme. Kush mund të besoj që autopsia e një alieni është vërtet një autopsi alieni? Ray Santelli është pronar I një kompanie të vogël muzikore dhe kinematografike në Londër. Ai mori disa pamje të vjetra të viteve 1950 nga një kameraman amerikan në moshë të thyer. I pam xhirimet që ishte një material I shkëlqyer. Reagimi im I parë ishte: s'ka mundësi të jetë I vërtet. This can't be real. Ajo që Santelli pa dhe më pas bleu ishin pamje bardezi që tregonin një autopsi mbi një qenie njerëzore të çuditshme. Kameramani që pretendonte se kishte akses në bazën ushtarake I tha Santellit se në vitin 1947 e kishin thirrur me urgjencë në Roswell për të xhiruar disa krijesa, të gjalla dhe të vdekura, si dhe autopsinë e njërës prej tyre. Ai hoqi më njanë disa shirita sepse kishin pasur probleme gjatë xhirimeve dhe kërkonin trajtim të veçantë gjatë larjes së filmit. Pjesën tjetër e dërgoi në Washington. Kur I lau filmat që hoqi më njanë, u përpoq shumë që Washingtoni t'i merrte, por ata nuk I morën. I mori bobinat dhe I futin në një kuti kartoni në arkivën e tij. Pyetja që ngrihej në mendjen e tij kishte lidhje me incidentin. Ai pa një disk fluturues të përplasej në tokë. Pa këto krijesa të çuditshme jashtë mjetit duke u luritur nga dhimbjet. Por nuk tha se nga vinin, sepse nuk e dinte. Po të shkosh në shtëpinë e tij, si të gjithë njerëzit e moshës së thyer, gjen kujtime fantastike. Kishte foto të vjetra, ditarin e tij, albumet, letrat e ushtrisë dhe letrat e lirimit. Mua mu duk njëri që nuk gënjente. Por atëherë pse nuk e tregon identitetin e kameramanit Santelli?
rash dakord me kameramanin që do të mbroja identitetin e tij. Kjo ishte marrëveshja jonë që në fillim. Nëse ai ka një farë sigurie që s'do ta bezdisin njerëz të ndryshëm, ai mund të identifikohet vetë. Mbase tani po ndjek këtë program dhe mendon, si t'ja bëj? Ai ishte rreth 80 vjeç dhe dëshiron një jetë të qetë. Shqetësim tjetër është edhe fakti që ai mori parat në dorë, dhe kjo mund të komplikojë pozitën e tij në lidhje me zyrën e taksave. Nëse i ushtrojnë presionin, ai do ta kuptojë. Nëse po thotë të vërtetën, gjë të cilën nuk e vënë në diskutim, dhe ky ishte aksidenti një disko fluturues nga hapësira, atëherë kemi të bëjmë me një çast historik dhe ai duhet i tregojë njerëzimit historinë e tij. And he owes it to mankind to tell his story. Kam 30 vjet që merrem me këtë punë dhe vëbas se ky njeri jeton diku në Florida. Për të verifikuar ekzistencën e kameramanit, ju drejtuan hetuesit privat me famë botërore William Sidirit. Kur më paraqitën këtë rast, duhet ta pranoj se isha pak mosbesues. A ekziston vërtet kameramani? A ka ekzistuar ndonjëherë dhe a mund ta gjej? Përgjigjen e vërtetë ka kameramani. Atje duhet kërkuar përgjigja për vërtetimin e këtij filmi. We've satisfied ourselves. Ne jemi të bindur se pamjet janë të vërteta. Nuk është çështje ditari apo diçka e tillë. Ne e kemi bërë pamjen publike dhe themi, ja ku janë pamjet. Shkojini e verifikojini. Këto pamje që do të tregojmë, ose janë provat e para të dokumentuara që alienët erdhën në tokë, ose janë mashtrimi më ambicioz dhe më cilësor i xhiruar ndonjëherë. Kameramani misterios pretendon se i xhiroi pamjet në bazën ajrore ushtarake të Fort Worthit. Në një nga letrat që na ka dërguar, na shpjegon se njëri prej alienëve të gjetur nga Austria u soll fshehurazi për studim të mëtejshëm. Këto mund të jenë pamjet e para të një qenie nga një planet tjetër. Ju po ndihni autopsi në një qenie për të cilën thonë se është alien. Megjithëse pa fjalë. Filmi 17 minutësh është po aq dramatik sa çdo film fantastiko-shkencor i prodhuar nga Hollywoodi. Por këto pamje mund të mos jenë fantazia e një regjisori, por të vërteta. Trupi i çuditshëm duket i paprekur përveç një plagë të rëndë në kofshën e djathtë. 2 doktorë misterios ishin veshur me kostume hermetike kur studionin organet e tij të çuditshme. Një njeri i tretë me maskë sheh pas ndarjes prej xhamit. Mosvallë kjo është një autopsi shumë e fshehtë ushtarake e kryer ndaj alienit në vitin 1947. Si çdo mister tjetër, duhet të dëgjojmë dëshmitarë. Babi tha se dukeshin si fëmijë të vegjël 10 vjeçar. Koka e tyre ishte shumë e madhe në krahasim me trupin dhe lëkura kishte ngjyrë roz me një nuancë të bukur. Natyrisht që ngjyra e lëkurës nuk duket nga filmimi, por për masat e tyre dhe forma e syve i përshtaten përshkrimit. Infermierja që duhet ishte atje ka përshkruar një individ të ngjashëm me atë të autopsisë. Ai ka kokë të madhe, sy të zinj, por ajo e përshkroi me 4 gishta dhe jo 6. Në këtë pikë ka pak ndryshim. Sipas Frankie Roy, babai i saj zbuloi 3 qenie ende të gjalla në vendin e përplasjes. Ai thoshte vazhdimisht, "S'kemi pse të kemi frikë, ata s'do të na bëjnë keq." Ai ndihej vërtet keq që ne nuk arritëm t'i ndihmonim. Kameramani shkruan se xhiroi 3 qenie të çuditshme, secili prej tyre qante dhe mbante fort një kuti që e shtrëngonte pranë kalharorit. Ata filluan të qajnë gjithmonë më fort ndërsa ne afroheshim, shkruan kameramani. Njëri nga oficerët arriti ta merrte një kuti, duke goditur qenien me qytën e pushkës. Më vjen keq që e kanë goditur. Nëse ishte i një bote apo planeti tjetër, familja e tij nuk ka për ta mësuar kurrë që ndodhi, sepse ata nuk do të kthehen më në shtëpi. Kjo mund të jetë edhe një histori e shpikur për i kameramanit. Një dëshmi okulare mund të jetë edhe e pabesueshme, sidomos kur është 50 vjeçare. Çfarë të dënësh mund të kontrollojmë që të verifikojmë nëse këto pamje janë dokumenti vërtet historik apo trillim i bukur. Shohim me kujdes disa prej objekteve në dhomë, me qëllim për të vërtetuar nëse ato ekzistonin në vitin 1947. Ora e murit. Ky model elektronik i orës së murit ka filluar të përdoret në vitin 1940. Telefoni i zi me dorez të rëndë dhe me formë të harkuar është model standard që nga viti 1937. Pastaj shohim vetë filmimin nëse mund të datohet. E quam shiritin tek Larry Cade, që ka 16 vjet që punon në sektorin e prodhimit të kompanisë Kodak.
Kompania jon, kur kërkon të datoj kohën e qirimit, sheh kohën e prodhimit. Kjo gjë kryhet nëpërmjet kodeve gjeometrike. Simbolet e kodeve gjeometrike të këtij shiriti ishin një katëror dhe një trekëndësh që përdoreshin për të dalluar prodhimet e kompanisë në vitin 1927 ose në vitin 1967. Pra vetë shiriti mund të jetë i vitit 1947, po mënyra e xhirimit ana tregon gjë. Do t'ishte shumë e mundur që këto pamje t'jenë xhiruar në fund të viteve 40 apo në fillim të viteve 1950. Paolo Kerkeuze është shefi i kuratorëve për filmat pranë kompanisë Eastman House në Rochester të New York. Shpesh më pyesin se sa e lehtë është të falsifikosh një film. Përgjigjja është jo. Nuk mund të falsifikosh lehtë një xhirim. Ky veprim kërkon një nivel aq të ndërlikuar njohurish sa nuk ja vlen. Për mua ajo që pash është mashtrim. Alain Davio është një ndër njerëzit më të njohur të kinematografisë. Ai ka qenë drejtor fotografie në filmat jashtëtoksori Bugsy, Perandoria e diellit në Kongo. Davio dyshon për filmin sepse pamjet shmangen shpesh nga fokusi si për të fshehur diçka jo të vërtetë. Në këto pamje, njeriu që i ka xhiruar e nxjerr qëllimisht imazhin nga fokusi. Nuk ka kuptim që ai të futej për të xhiruar pa rregulluar më parë fokusin. Humbja e fokusit gjatë xhirimeve duhet të ketë lidhje me pajisjet që përdornin ata. Roderick Ryan di shumë gjëra mbi xhirimet e kryera për ushtrinë në vitet 1940. Si kameraman lufte për marinën, ai xheroi projektet më sekrete të qeverisë në vitet 1940-1950, përfshi këtu edhe testimet e bombës atomike në ishullin koralor Bikini. Kamerat e përdorura në këtë kohë në ushtri ishin kamerat e prodhuara nga Bell and Howell. Kamerat nuk kishin lente fokusi, ndaj nëse xhirimet e ruanin fokusin, atëherë ka mundësi të jenë bërë me pajisje moderne. Këto pamje mund të jenë kopje dhe jo pamjet origjinale të vitit 1947. Davio dyshon për originalitetin e filmit sepse kameramani duket i paaft të kapë pamjet më të bukura. Kjo duket tek rasti i sharrimit të Kafkës. Personi me kamera shkon vazhdimisht në një pozicion ku nuk sheh asgjë, sepse se lë shpina e doktorit. Ai as nuk u përpoq të dalë në anën tjetër, për të dalë përballë doktorit dhe për të kapur një pamje më të mirë. Ai lëviz për të mos e penguar doktorin, edhe po të shohësh doktorët me kujdes, edhe ata po lëvizin. Ai po mundohet të mos u prish punë doktorëve. Këtë gjë e diskutuam me kameramanin sepse fakti që është kameraman me integritet e detyroi që të bënte një koment ndaj kritikave të punës së tij. Kameramani u vesh njësoj si doktorët dhe ishte i kufizuar në lëvizjet e tij. Ai tha gjithashtu se kamera e mbajtur në dorë ishte diçka normale në atë kohë dhe nuk trajtohej ndryshe, as për eksperimente e as për xhirimin e alienit. They didn't treat it any different because it was either an experiment or an alien creature. Detyra e fotografit në ushtri është regjistrimi i ngjarjes dhe jo të kapë pamje të bukura. Ai ka bërë një punë goxha të mirë në regjistrimin e ngjarjes. Them se këtu është bërë një punë e mirë, por nuk besoj se kjo ngjarje është e vërtetë. But I do not believe that this is a real event that I'm seeing. Every fake I've seen, the impression of fake comes up immediately. Efektet e mashtrimit dallohen menjëherë. Ta vëm veten në pozitat e dikujt që do të realizojë këtë mashtrim. Përse do të investonte kaq shumë para dhe mund për të realizuar këtë film 23 minutësh? Kjo gjë del jashtë logjikës, nuk ka kuptim. Le të themi që filmimi është i vitit 1947. Kodaku thotë se kjo është e mundur. Gjithashtu pamjet tregojnë se mund të jenë xhiruar nga një fotograf i ushtrisë. Kjo s'do të thotë që pamjet janë të vërteta, por sa punë do t'i duhet dikujt për të realizuar këtë mashtrim. Hilet e kamerave dihen, po si mund të shpikësh trupin dhe gjakun e një alieni, sidomos të një alieni që do të çahet nga thikat. A është kjo vërtet autopsia e një alieni apo e diçkaje tjetër? Autopsia e një kukulle, një njeriu të deformuar apo një mashtrim i përkryer? Për ta zbuluar, u treguan pamjet dy prej patologëve më të mirë të botës. Tani duhet t'ju paralajmëroj se pamjet që do të shihni janë shumë të rënda.
Chris Medroy është titullar lëndën në patologjinë hetimore në Universitetin e Sheffieldit në Angli. Ekspertiza e tij në përsaktimin e shkakut të vdekjes e ka bërë shumë të kërkuar në zgjedhjen e vrasjeve në të gjithë botën. Cyril Wechte është një ish president i Akademisë Amerikane të Shkencave Mjekoligjore. Ai ka kryer edhe ka mbikëqyrur rreth 40.000 autopsi. S'kam kryer kurrë autopsi mbi një trup të tillë. Anybody that even closely resembles the being that we see on this film. Well, the ears are Ai është në pozicion më të ulët se ai që kanë zakonisht qenjet njerëzore. Kjo krijesë, për cilën thonë se vjen nga hapësira, i përshtatet idesë së përgjithshme mbi pamjen e alienëve. Koka e madhe dhe sytë e zmalluar njihen nga librat dhe filmat mbi vizitorët jashtëtoksor. Kjo qenie ka edhe aspekte të tjera të pazakonta për njerëzit. Në secilin prej duarve, ai ka 6 gishtrinj, po ashtu edhe në këmbë, ka 6 gishtrinj. Ky çrregullim njihet si polidoktoli. Kjo sidomos shihet në raste të ndryshme sëmundjesh apo në çrregullimet e kromozomeve. Nuk shohim organe gjenitale mashkullore, kështu që të dhënat flasin për trupin e një femre, por pa zhvillime të tjera dytësore, me fjalë të tjera, pa gjoks të madh. Reagimi i parë ishte se kishim të bënim me një grua që vuante nga sindroma Turner. Kjo sindrom mund të prek 1 në 5.000 femra. Viktimat nuk zhvillohen seksualisht, megjithatë pak prej tyre arrin moshë të rritur. 99% e njerëzve që vuajnë nga ky çrregullim abortojnë në mënyrë spontane. Pra, fëmijët nuk lindin. Pra, për këtë rast, mund të themi se është një rast të shumë i rrallë i lindur me sindromën Turner dhe që mbijetoi deri në adoleshencë. Turner's syndrome baby that managed to survive well into the teens. Por sindroma Turner nuk është defekti i vetëm. Qenia ka 6 gishta në duar dhe këmbë, si dhe sy të mëdhenj. A mund të mlidhen këto çrregullime të gjitha bashkë në një qenie të vetme? Nuk do të habitesha po të gjeja dikë me këto probleme. Besoj se do të ishte diçka shumë e rrallë, por nuk do të habitesha nëse dikush do të thoshte se këto probleme janë përshkruar në ndonjë libër mjekësie. Jo vetëm që po kontrollohet trupi misterioz, po edhe mjekët e fshehur pas kostumeve të bardhë. Si pedagog të respektuar, Wechte dhe Melroy kanë trajnuar me qindra doktor dhe e din se kryet një autopsi e vërtet. E din se çfarë do ta dallonte një amator apo edhe aktor. Ata janë ose patolog ose kirurg që kanë kryer një numër të madh autopsish. Këto mendohet se janë xhirime të vitit 1947 dhe megjithse gjërat kanë ndryshuar, disa të tjera përdoreshin edhe në atë kohë, si përdorimi një sharre dore për heqjen e kapakut të kafkës. I should also like to point out that this kind of Do të them se forma drejtkëndore dhe e thellë e tabakas ishte e tipit që përdorej shumë kohë më parë. Nuk i shohim më gjëra të tilla. these things around very much today, if at all. Procedurat bazë që po kryeshin aty janë ato që do të kryeshin në një autopsi. Ka disa pyetje që do të ngrija për procedurat. Nëse ky është alien, pse u harxhuan vetëm 2 orë në autopsinë e tij? Me këtë gjë mund të merresh me javë, muaj dhe mbase edhe vite të tëra. Surely spend weeks, months, if not years, dissecting somebody who is. Nëse ky është alien, atëre duhet ketë vdekur kur disku i tij fluturues u përplas me tokën. Të 2 doktorët të cilët kalojnë shumë kohë duke dëshmuar në gjyqje vrasjesh, kishin dyshime mbi shkakun e vdekjes. Kur vdes nga përplasje të forta, merr plagë shumë më të mëdha siç u pa në këtë trup. Nuk ka plagë të tjera, përveç një plagë të madhe në kofshën e djathtë. In that there is really only one major injury, and that is to the right thigh. This looks almost like the kind of an injury you might get. Kjo duket një nga ato plagë që shkaktohen nga shpërthimi ndonjë arme ose mund të shkaktohet nga ndonjë ndërhyrje për të shëruar një sëmundje. Gjithashtu mund të jetë rezultati i një eksperimenti me rrezatim ose djegje. Në këtë rast, zona e trupit digjet në formë pak a shumë të qartë. Experimental work on radiation or burns, and you have then massive destruction of that area more or less in a deliberate design fashion. Rezultati i rrezatimit të një eksperimenti të dështuar. Kjo do të shpjegonte veshjet të mbërëtëse të mjekëve. Rrezatimi mund të shpjegonte edhe shkakun e vdekjes së qenies dhe deformimin e saj të tmerrshëm. Duhet të mos harrojmë se Roswelli ku u gjetën trupat
ndolli pranë bazës sekrete ushtarake të testeve bërthamore. A mund të jetë kjo qenie një grua shumë fatkeqe se mua në mitër dhe vezore dhe për këtë arsye është trajtuar me rrezatim? Kjo është një mundësi që duhet patur parasysh, por s'do të shpjegonte për mendimin tim faktin e 6 gishtave në duar e në këmbë, kokën e madhe jashtë përmasave dhe gropat e zgjeruara të syve. Obviously, the polydactyly, that's not going to make toes and fingers grow. That would not explain the disproportionately large head and would not explain the disproportionately large orbital sockets. Nëse patologët nuk mund të shpjegojnë rastin e kësaj krijese të deformuar në mënyrë unike, mbase do ta zbulojnë misterin e tij kur të fillojë ndarja e trupit. Në këtë çast, ekzaminimi kalon në pjesën e brendshme të trupit. Nuk mund t'i lidh këto pamje me përbërjen e abdomenit. Mërqia, nëse është vërtet ajo, duhet të ishte në të djathtë. Këtu shoh një masë trupore që s'mund ta shpjegoj dhe sa rrit ta lidh këtë pamje me ndonjë trup njerëzor që kam parë. That I cannot readily explain, and I have great difficulty in correlating this with any human body that I have seen. This is a structure that must be. Kjo strukturë këtu duhet të jetë truri, nëse bëhet fjalë për një qenie njerëzore. S'kam parë asnjë tru deri tani përfshi këtu edhe ata me tumor, të goditur nga rrezatimi apo hemoragjia, që të ketë këtë pamje. Ajo pjesë e trupit ju vendos në tabakan nuk duket si tru njeriu. Nuk ka ngjyrën dhe formën e trurit. Megjithse nguroj ta them dhe e kam shumë të vështirë ta pohoj, duhet thënë se kjo që pash këtu nuk është qenie njerëzore. Po ç'është kjo gjë? Për momentin, do të thosha se është një qenie që ka pamje të ngjashme me njeriu. S'mund ta them se nga ç'planet vjen, sepse nuk e di. Por s'mund të them që është qenie njerëzore nga ato që njohim. What planet? I don't know. But I cannot say that it is a member of the human race as you and I know the human race. Mund të ketë edhe një shpjegim tjetër. Ndoshta ky s'është trupi një qenie prej mishi dhe kockash, por një krijim njerëzor i prodhuar për të mashtruar ata që e shohin. Sa e vështirë është të prodhosh një kukull që nxjerr gjak kaq bindshëm. Asnjëri s'arrin ta bind më mirë publikun se një përbindësh i prodhuar nga Stan Winstoni. Kompania e tij ka prodhuar disa prej krijesave më bindse që ka parë Hollywoodi. Ai ndërtoi dinozaurët e filmit Jurassic Park, si dhe disa prej grabitqarëve në ciklin e filmeve Alien. Për Winstonin, krijimi një qenie me tipare njerëzore si kjo duhet të jetë shumë e lehtë. Kur pash filmimin për herë të parë, mendova se pamjet ishin të vërteta dhe se trupi ishte prodhuar nga dikush për spektakël. Kur filluan autopsinë dhe e hapën trupin, duke marrë parasysh se sa e vështirë është për ne që merrim me efektet speciale të stimulojmë prerjen e lëkurës, mendova, nëse kjo gjë s'është e vërtet, do të ndihesha krenar apo ta kisha krijuar vetë diçka të tillë sot. E diskutuam edhe me Djen në studio se si do ta krijonim ne diçka të tillë. I started looking at it and saying to myself, if in fact this isn't real, I would be real proud of creating an image like that myself today. In fact, I want to talk it over with some guys here in the studio as to how we would do that. Kur është realizuar kjo? Në vitin 1947. Çështja është, a mund të krijojmë diçka të tillë kaq reale? Ta shohim edhe një herë para prerjeve. Cilësia organike e këmbëve dhe duarve duket shumë e mirë. E shihni sa uniform duket gjaku në pjesën brenda lëkurës dhe si rrjedh nga jashtë kur pritet. Ne s'do të arrinim kurrë të bënim diçka të tillë. Ta çojmë te pjesa kur pret kafkën. Kjo është fantastike. Një realizim shumë i mirë. Po ta kishim bërë ne këtë gjë, do ndihesha shumë krenar. Kjo është gjëja që më pëlqen më shumë, prerja e lëkurës. Si mund ta realizosh diçka të tillë? Shumë origjinale. Si mund ta realizosh te një kafkë? Kafkën mund ta derdhësh edhe me dorë. Parregullësia e kafkës s'duket si e nxjerr nga kallëpi. Por rrjedhja e gjakut dhe lagështia e kafkës nuk është e kufizuar. Kafka është gjithandej e lagur. Çfarë materialesh mund të përdorësh sot për ta imituar në këtë formë lëkurën? Këtë gjë mund ta realizoj vetëm silikoni që përdorim ne tani.
Dhe këto gjëra nuk ekzistonin në vitin 1947. Jo, se ekzistonin. Njerëz me aftësi për ta bërë këtë do të punonin në Hollywood. Nuk e di se si e kanë realizuar diçka të tillë. Nëse kjo është bërë në ditët e sotme, atëherë do të kushtonte me $10,000,000. Edhe po të mos e realizosh fiks kështu, sigurisht realizimi i diçkaje të tillë do të Ishte shumë i shtrenjtë. I heq kapelin njeriu që ka bërë këtë punë, ose alieni të shkret mbi tavolinë që ka vdekur. Kërkimi ynë për kameramanin vazhdon. Ja që kemi mësuar deri tani. Ai është mashkull i bardhë, rreth 82-83 vjeç. Dhe dim që kur hyri në ushtri qëndroi 10 vjet në shërbim. Me një profil të detajuar, Bildiri vën në lëvizje grupin e tij të hetimit. Kjo do të jetë një dhënë shumë e rëndësishme për të ndjekur, sepse vjen nga viti 1955 dhe fakti që ekziston ende na jep një farë besueshmërie si dhe diçka reale për të kërkuar. Duhet i kushtojmë vëmendje këtij fakti. John mbulon fotografit për ushtrinë. Ti merru me marincat, ndërsa ti, Michael, mund të mbulosh Universal Newsin. Këtë mëngjes i telefonova departamentit të historisë në bazën ushtarake. Mund ta provojmë edhe në Carswell. Atje ka ende një librari të mirë. Tani mund ta marrim të gjithë këtë informacion pa harruar diçka të rëndësishme. E dim se ky është qenie njerëzore dhe qeniet njerëzore bëjnë gabime. Njerëzve u pëlqen të flasin dhe të mburren. Edhe kjo gjë është pjesë e profilit njerëzor. I marrim gjithë këto të dhëna dhe i bashkojmë në një kuti si ato të ushqimeve. Tani jam ulur në tavolinën e punës dhe përpara kam këtë kuti me rreth të argjend. E vetmja gjë që më mungon është një foto e kameramanit që kërkojmë edhe emri i tij. Brenda disa orësh, Dirit i erdhi një informacion se një kameraman tjetër ushtarak që jeton në Florida mund të dinte diçka mbi identitetin e kameramanit që kërkohej. Ajo nis menjëherë drejt aeroportit për të kapur avionin për në Florida, ku do të takohej me informatorin. Njeriu i cili nuk donte të shfaqej në televizion pranoi të takonte Dirin në një vend publik. Ashtu si kameramani ynë, edhe ky njeri kishte akses në rangjet më të larta të informacionit dhe kishte qenë i pranishëm në shumë prej aktiviteteve sekret. Ulëm në një bar dhe filluam të flisnim. Ai tha, isha në Roswell kur thanë se ran alienët. Kaq tha dhe asgjë tjetër. Sigur u zgjua dhe kuptoi që po fliste më shumë se ç'tuaj. Duhet të ketë qenë më i emocionuar për diçka të tillë sesa kur filmoi bombën atomike. Kur dëgjon se aty gjenden alien të vdekur tronditesh. Mbase të gjithu tronditën. Nëse ai ka folur kështu gjithandej, atëherë njerëzit e qeverisë e dinë ose ka ardhur koha ta dinë. Mbase ai foli më shumë se ç'kishte ndërmend. Edhe mund të mos e shohim më. If he shot his mouth off, there's people, the government's knowing about it now. They've got to know about it. And maybe he's been warned already. Nëse ekziston dikush që e mban mend, edhe ai dikush vendos ta tregojë këtë informacion, atëherë do të ishte një histori fantastike. Dikush mund të më telefonojë dhe të më thotë, zoti Dir, e pash historinë, e di për cilin po flisni dhe personi është ky. Mr. Deer, I saw the story. I know who you're talking about, and this is who he is. Ka kaq shumë pyetje. Mosvall trupi që pam është viktime një aksidenti fatal që ndodhi 50 vjet më parë. A u përplas disku fluturues në shkretëtirën e New Mexicos? Apo alienët u bën kurreshtar mbi teknologjinë tonë të re bërthamore? Çfarë di qeveria dhe çfarë na thot për këtë gjë? S'do ta dim kur, derisa sekreti që mbulon incidentin e Roswellit të mbarojë. Dyshoj se ka informacione që i mbajnë të fshehta publikut në lidhje me incidentin e Roswellit. Shpresoj që ata një ditë ta tregojnë këtë informacion. Na tregoni çfarë ndodhi në të vërtetë. Dëshmitarët e kësaj ngjarje misterioze e mbajtën premtimin dhe qëndruan të heshtur për dekada të tërë. Shumë prej tyre jetuan të tmerruar nga frika e qeverisë të cilës i kërkojnë përgjigje tani. Stephen Schiff, kongresmen nga New Mexico, ka marrë përsipër këtë çështje. Misioni i tij është të bindur shtrinë, FBI-n dhe agjencitë të tjera të tregojnë të vërtetën. Dërgova kërkesën e parë sekretari i mbrojtjes dhe kërkova përgjigje për faktin se kishte pasur akuza për një mbulim të situatës nga qeveria mbi incidentin e Roswellit. Përgjigja që mora ishte një letër e shkruar me 2 fjali, ku thuaj se letra ime ishte dërguar arkivit kombëtar dhe arkiva kombëtare
komentare, tha se s'kishte informacione mbi incidentin e Roswellit. Besoja se Departamenti i Mbrojtjes ishte në dieni të kësaj dhe besoj se po më sillnin vërdall. Për të detyruar Departamentin e Mbrojtjes të reagonte, shifi shkon tek zyra e përgjithshme e llogarive krau hetimori Kongresit. Në fund të vitit 1993, zyra pranoi ta hetonte incidentin e Roswellit. Në fund të vitit 1994, ata ofruan një shpjegim të ri për objektin që u përplas në Roswell në vitin 1947. Forcat ajrore i qëndruan faktit se objekti i përplasur ishte aerostat. Ata vazhduan me historinë e aerostatit meteorologjik, por pastaj thanë se ishte një aerostat i një lloji tjetër. Një aerostat special që ngjitej në lartësi shumë të mëdha për të dalluar nëse sovjetikët po shpërthenin armë bërthamore në atmosferë. Nuk e di pse i duhej kaq shumë kohë për të dhënë një shpjegim, nëse shpjegimi ishte kaq i thjeshtë. Më 28 korrik të vitin 1995, zyra e përgjithshme e llogarive nxori një raport në lidhje me incidentin e Roswellit. Kjo zyrë kishte kërkuar raporte sekrete dhe jo sekrete nga Departamenti i Mbrojtjes, FBI, CIA, Departamenti i Energjisë dhe Zyra e Teknologjisë dhe Shkencës në Shtëpinë e Bardhë. Me përjashtim të një teleshkruesi të FBI dhe buletinit informativ të aeroportit të Roswellit, dokumente që i referohen objektit si aerostat, asnjëra nga agjensitë nuk pranoi të kishte ndonjë informacion mbi Roswellin. Shifi i kërkoi zyrës të kërkonte të gjithë mesazhet që kishin dalë nga baza ajrore e Roswellit në drejtim të shefave të ushtrisë në verën e vitit 1947. Ata mendojnë se mesazhet u shkatëruan më shumë se 4 dekada më parë. Prandaj s'ka asnjë individ tani që të mund ta therrasim dhe ta pyesim në lidhje me mesazhet. Zyra e përgjithshme e llogarive nuk ka rekomandime apo ide të tjera se si mund të ndiqet më tej kjo çështje. Burimet e vetme që janë shkatëruar janë mesazhet midis bazës ajrore të Roswellit dhe bazës ku bëshin provat bërthamore. Po analizat e materialeve ku janë? Po raportet mbi autopsinë, dëshmitë okulare të njerëzve që i ruajnë materialet, që i mbajnë dhe i çuan për t'i ekzaminuar në laboratorë të ndryshëm të qeverisë. Ku janë këto dokumente? Stanton Friedman dhe studiues të tjerë besojnë se dosja e plotë e Roswellit vazhdon të jetë e fshehur. Ata besojnë se kjo dosje përmban prova dokumentare të përplasjes së një disku fluturues dhe të autopsisë së alienit që u gjet brenda diskut. Nuk ka diskutim që ekzistojnë pamjet autopsisë. Në ngjarje të tilla xhirohet çdo aspekt. Na është thënë nga njerëz që morën pjesë në pastrimin e vendit të përplasjes dhe në aeroport se u bën foto dhe u xhiruan pamje. Të gjitha këto gjëra ekzistojnë diku. A janë këto pamje pjesë të asaj prove, apo janë një mashtrim që s'ka lidhje fare me Roswellin dhe thjesht do të shtyn njerëzit të gjejnë përgjigje për misterin 50 vjeçar? S'ka asnjë provë bindse që kemi të bëjmë me alien, por vetëm me banor të çuditshëm të tokës. Pamjet nuk përshtaten me përshkrimet që ju janë bërë alienëve nga njerëz që unë i besoj. Nuk gjej asgjë që ta lidh këtë autopsi me alienët. Mua s'më duket se ky është mashtrimi organizuar nga dikush. Nëse është kështu, atëherë them se po humbim kohë duke u marrë me mashtrime të vogla si ky. Duhet të shkojmë në Hollywood për të bërë filma të bukur me Steven Spielberg. Asgjë nuk i lidh këto pamje me mashtrimin. Po të vini dhe të më thoshit se e krijuat ju këtë mashtrim, do t'ju merrja menjëherë në punë. Përshtypja ime është se kjo gjë është bërë nga dikush vetëm për para. Besoj se me kalimin e kohës do të zbulohet që është mashtrim, por kur do të ndodhë kjo? Ray Santeli do të ketë mbledhur para nga kompanitë ndryshme televizive në të gjithë botën dhe do të ketë arritur të shes pjesë më të madhe të videove. If it's a true document, Nëse këto pamje janë dokumenti vërtet, atëherë kanë një rëndësi të madhe, dhe nëse është thjesht mashtrim, duhet nderuar si një ndër mashtrimet më të bukura të realizuara ndonjëherë nga një regjisor. A ishte ky një takim i vërtet me një qytetërim tjetër? Një eksperiment i çuditshëm që dështoi keq, apo një realizim i vënë në skenë me mjeshtri? Ne nuk besojmë se kemi përgjigjen e saktë, por pasi u konsultuam me specialistë filmash, dëshmitar okular, patolog dhe disa prej prodhuesve më të mirë të filmeve në Hollywood, ju krijuam mundësinë të dëgjoni më shumë opinione. A është kjo një autopsi alieni fakti vërtet apo tridhim? Derisa të marrim informacione të tjera, duhet të vendosni ju.
What if? What if? What if the alien... Ta zëm se ishte eksplorues apo shkencëtar që u përplas edhe vdiq në një planet të largët blu, mira vjet dritë larg shtëpisë së tij. Një racë e friksuar qenish gjeti trupin e tij të pajet, kreu eksperimentet edhe fshehu rezultatet. Përse erdhi ky njeri në planetin ton? Çfarë nuk shkoi mirë? Misioni i tij natyrisht dështoi, por me vdekjen e tij, ai mund të ketë sjellë mesazhin më të rëndësishëm që njerëzimi ka marrë ndonjëherë. Ne nuk jemi vetëm. Unë jam Jonathan Frakes. Natën e mirë.